Partia Demokratike ka mbledhur kryesi në një takim ku në fokus ishin ndryshimet e reja statutore, të cilat pritet të paraqiten në Kuvendin Kombëtar të 30 majit. Sipas draftit të bërë publik, propozimet përfshin fuqizimin e përfaqësimit të diasporës në një kuotë prej 15%, si dhe rritjen e përfaqësimit të grave dhe vajzave nga 30% në 40%. Në ndryshimet e tjera janë edhe ngritja e një komisioni për seleksionimin e kandidaturave për deputetët dhe kryetar bashkie, si dhe përmirësimin e koordinimit mes degëve të partisë dhe të zgjedhurve vendor. Paketa parashikon gjithashtu forcimin e organizimit të bazë të partisë, saktësimin e rregullave për shkarkimin e kryetarëve të degëve, njojjen e statusit të barabartë për organizatat partnere dhe mbrojtjen e të dhënave personale të anëtarëve. Gjatë mbledhjes, kryetari i partisë Sali Berisha nuk ka dhënë sinjale për ndryshime të procesit të primareve apo për rishikim të nenit të njohur si Neni Basha, i cili parashikon ndërheqjen e kryetarit pas humbjes së zgjedhjeve, një dispozitë që nuk u zbatua pas zgjedhjeve të 11 majit. Në fjalën e tij, Berisha ka deklaruar se Partia Demokratike do të synojë një riorganizim të thellë, duke u kthyer në një strukturë më të bazuar se seksionet dhe organizimi lokal, me qëllim përforcimin e lidhjes me bazën. Ndryshimet statutore pritet të votohen në Kuvendin Kombëtar të partisë, i cili do të zhvillohet më 30 maj në orën 11, ku do të përcaktohet edhe përbërja e re e Këshillit Kombëtar dhe drejtimi i mëtejshëm organizativ i forcës politike.